Nuk është e lehtë të dëgjosh paradën e sukseseve të një majorancë e cila pasi vendosi rekordin si rilindja e kanabizimit, e krimit, edhe zhndrimit të Shqipërisë në narkoshtet, së fundmi ka arritur dhe një rekord të ri. Rilindja e vrimave, sepse një vrim në ujë ka bërë gjitha vite, dhe sigurisht gropa të mëdha i ka shkaktuar jo vetëm financave publike, por edhe kryesisht në infrastrukturë. Unë sot kam ardhur këtu pa një fjalim të shkruar se mendoj se hallet e shqiptarëve nga Konispoli në Sarandë, nga Sukthi në Devoll janë të njëjtat. Por kam ardhur me një shembull konkret për të dëshmuar dramën e madhe që kanë sot pensionistët, e sidomos ata që 6 vite pas tërmetit tragjik ende nuk kanë një shtëpi. Ky është një vendim për 91 vjeçarin Ali Myrtolli, 91 vjeç i verbër, jeton në kombinat. Ligji i ka kthyer shtëpinë që ja shëmbi tërmeti, ndërsa shteti nuk ka jep. Dhe dini kush është përgjigja? Je kandidat për Vareza. Përgjigja e këtij shteti për Ali Myrtollarin, 91 vjeç. Dhe këtu dëgjojmë të flitet për suksese apo për rritje pensionesh. Por duhet ta kesh djalin apo vajzën deputet të Partisë Socialiste që babai të marrë pension dinjitos. Po çfarë duhet të themi mbi 700.000 pensionistëve që këtë vit kjo qeveri ju ka akorduar aq sa çvjedh Belinda Balluku me Edi Ramën me një dorë vetëm në tunelin e Llogaras. Jo pak ditë më parë, më larg, më falni, 4 kryevepra korrupsioni u shembër. 260 milion euro Quki Çaploç, 80 milion euro Korçër Sek, 140 milion euro aeroporti i Vlorës, noton në ujë sot. Dhe sigurisht famozja Kardhiq Delvin, të katërta të shembur, 650 milion euro, me cilat pensionistët do të kishin vitin e ardhshëm jo 60 lekë në ditë, ata në qytet, dhe as 20 lekë në ditë pensionistët në fshat, por të paktën pensione 6 herë më të rritura. Çuditem ku është zëri atyre në fakt që ju kanë zgjedhur ju si deputet. Unë sigurisht nuk pres që e mençura Zëqine apo dikush tjetër të ketë eksperiencën e drejtoroa gollit. Po si nuk doli xhanëm një burr nga ju ti thotë ndal kësaj qeverie. A keni prindër, a keni gjyshër, a keni fëmijë? A ju vjen turp kur shkoni në shtëpi? A ju vjen turp kur dilni në zonë? Si nuk doli një nga ju të flas për rritjen e pensioneve, për rritjen e pagave? Sigurisht që nuk habitem, se jo më kot jeni zgjedhur këtu. Megjithatë, dua t'u them të gjithë pensionistëve të mos mashtrohen, sepse 60 lekë në ditë është tallje, është poshtërim, është fyerje. Kjo qeveri i ka të gjitha mundësitë, të paktën të dyfishonte pensionet. Sot jemi edhe 2 apo 3 dekada pas në raport me masën e rritjes së pensioneve të qeverive, dash edhe socialiste po done. Në vitin 2001 pensionet rriteshin në këtë sallë nga ish kolegët tuaj në masën 30%. Ju sot votoni për 60 lekë në ditë. Ndaj, unë e ftoj kryeministrin që bashkë me kërkesën për pezullim në gjykatë kushtetuese, bën mirë të çojë edhe fotot e këtyre 4 kryeveprave të korrupsionit.
Se ndoshta gjykata ka ndonjë interpretim kushtetues. Përfundoni fjalën. Ka mundësi që 6 milion euro kilometri u shëmbën si një thes me oris. Të çoj fotot e aeroportit të Vlorës për të marrë nga gjykata dhe një interpretim kushtetues se si ka mundësi që kjo krye vepër u zhdrua sot një liçen për Rosa dhe për Lelek. Të çoj fotot e rrugës Korçersek, të marrë dhe një interpretim nga gjykata se si ka mundësi që 80 milion euro ose baras me fondin vjetor për rritjen e pensioneve u shëmbën si një thes kashte. Faleminderit. Zoja Çavushi, replik, 2 minuta. I dashur Tedi, për ty nuk kam asnjë lloj komenti, sepse ato përgjigje dhe koment që do të kisha, do t'ja jap atij personi që nuk është këtu, se fatkeqësisht dhe fatmirësisht ai është atje tek vendi ku meriton të jetë dhe s'kam qa përgjigje t'i jap atij dhe qa SMS këto mesazhet e tuaj që t'i çon në telefon. Kështu, po të ishte këtu do ja jepja atij përgjigjen. Mirë? Ato e përshëndesim nga atje ku është edhe ndoshta nga shef. Fjalën e ka zonja Romina Kuko, përgatitet zoti Kastriot Piroli. Faleminderit kryetar, të nderuar koleg. Para disa ditësh isha në Korçë, konkretisht në Malish, për të parë nga afër dëmet nga përmbytja. Dëmet në fakt që nuk janë shifër në raport, po janë shtëpi të përmbytura, stalla të shkatruara, njerëz me këmbët në baltë, duke shpëtuar ç'të munden. Normalisht, sigurisht që emergjencat civile, bashkia, ushtria, policia, gazetarët kanë bërë një punë shumë të mirë, unë dua t'i përgëzoj për punën e tyre. Dua t'i kaloj ngushëllimet familjarëve të Flora Hoxhës që humbi jetën fatkeqësisht, por unë do jem pak më kritike në fjalën time. Në terren pash qartë dhe dëgjova atë që më thanë njerëzit dhe specialistët. Dhe këtu do sjell atë që më thanë njerëzit dhe specialistët. Lumi i Voll nuk është më ai dikurshmi. Shtrati është mbushur me rërë dhe sedimente, është ngritur dhe nuk mban më prurjet. Nga Zëmblaku deri poshtë, situata është e njëjtë. Një mur artificial detyron të dalë jashtë shtratit lumin e Voll. Por pastrimi plot nga lart deri në fund çdo vit është shumë e rëndësishme. Dëgjova shpesh të thuhet në fakt emergjenca, fondi emergjencës, por kjo nuk është vetëm një punë emergjence, kjo është një punë sistemi parandalues. Në një ditë që rashisa për një muaj, por nga ana tjetër nuk është çudi sepse u mbytën fushat. Uji nuk pyet për kufi teknik, as për afate politik. Uji shkon atje ku gjen rrugën. Dhe rruga kësaj ere ishin shtëpitë, tokat dhe gjithë jeta e njerëzve. Banorët më përmendën një zgjidhje të vjetër për të provuar, brezat pyjor, plepat dhe bimësi e lartë që kanë qenë buroja natyrore e fushës së Korçës. Është zgjidhje e provuar. Ato breza ulin shpejtësinë e prurjeve, mbrojnë tokën nga erozioni i dimrit dhe krijon stabilitet natyror. Ato duhen rikthyer përgjatë lumenjve dhe në tokat e lira. Se siç më thanë në fakt, një brez pyjor vlen më shumë se 1 metër kub beton. Në pikat e rrezikut ku devolli del dhe gryen argjinaturën, duhen vepra mbrojtëse të qëndrueshme. Mure me gur, struktura që mbajnë lumin në shtrat në ditët e vështira. Dhe po kështu, do doja të ishte këtu në fakt Ministri i Bujqësisë, duhet nxjerrë nga sirtari i Ministrisë së Bujqësisë dhe duhet zbatuar projekti i ribonifikimit të fushës së Maliqit. Ku është ai projekt? Ka vite që ri në sirtar për fushën e dytë më pjellore në Shqipëri. Thellimit e Vollit me segmentet kritike, pastrimi kolektorëve, ngritja e hidrovorit të ri në pikën më të ulët të fushës nuk janë ide, por janë domosdoshmëri. Dhe njerëzit më thanë në fakt, thuaje në kuvend, se kjo është çështje mbijetese. Një tjetër problem i stërlasht dhe i vazhdueshëm është ai i mjeteve. Malishi ka 24.000 hektar tokë dhe 900 kilometra kanale. Bashkia nuk mund të mbajë këtë territor me 2 eskavatorë. Duhen pajisje të reja për të parandaluar përmbytjet e radhës. Edhe ujitja patjetër që kërkon një zgjidhje të qëndrueshme. Stacionet e reja pompimi në urën e Maliqit dhe në Orman, zgjerim për pastrimin e rezervuarit të Zëmblakut dhe mbi të gjitha, dhe kjo më duket ide shumë e mirë, tarif e diferencuar energjie për pompat e ujitjes, sepse uji është baza.
Vlerësimi i dëmeve ka nisur, po njerëzit kërkojnë vetëm një gjë: realizëm dhe integritet. Fleta e dëmit duhet të pasqyrojë të vërtetën që kanë jetuar dhe jo një procedurë të mbyllur në letër. Dhe e di që ekipet janë në terren, afati besoj është brenda kësaj jave, do doja shumë që këto dëme të ishin sa më realiste. Në fakt, është shumë e rëndësishme të përmend gjithashtu dhe rrugën e sheqeras, si të dëmtuar nga punimet emergjente për të ndaluar çarjen e lumit Devol dhe duhet rehabilituar menjëherë, sepse ai rrugë është arteria e jetës e përditshme të banorëve. Fusha e Korçës është pasuri kombëtare, po pasuritë nuk mbrohen me copa, por mbrohen me shpresën se do na kursej moti apo do na mbrojë Zoti. Kërkohet plan, siguri, respekt për punën e njerëzve që çdo ditë Ta përfundoj. Kërkohet plan, siguri, respekt për punën e njerëzve që çdo ditë janë në ar para se të zgjohen politikanët. Banorët më thanë vetëm kaq: mos na lini të fillojmë nga e para çdo vit. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Kastriot Piroli, përgatitet zonja Aulona Bylykbashi. I nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Sot marr fjalën për një çështje që prek drejt për drejt jetën, pronën dhe sigurinë e qindra qytetarëve tanë, për mbytyet e përsëritura në zonën e Kurbinit. Gjatë 2 javëve të shkuara, moti i keq ka shkaktuar përmbytje të konsiderueshme në disa zona të Lezhës, të Kurbinit dhe të Mirditës. Vërshimi i ujrave malor në Pakor ka përmbytur banesa dhe biznese, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe në toka e të mbjella. Zonat më problematike kanë qenë fshatrat, Shpërdhet, Fushmamurras, Lagja Demokracia, qyteti Mamursit, Zheja, Gjormi, Fusha e Laçit, poshtë autostradës, rruga Telit në Fushmilok, si pasojë e pastrimit të ish kanalit të acidit